Imagjinoni si kur të filloni të mësoni një gjuhë të huaj, jashtëzakonisht komplekse, në ditën e parë që keni lindur. Domethënë, pa e ditur fare se çfarë është kjo botë, çfarë janë tingujt, apo pa pasur asnjë lloj reference. Fiks, pa asnjë referencë, çfarë kuptimi ka çdo dridhje në ajër. E dini, kjo nuk është ndonjë hipotezë fantastiko-shkencore, kjo është saktësisht ajo që ndodh me trurin e një foshnje që në sekondat e para të jetës. Është e jashtëzakonshme kur e mendon kështu. Jam e bindur që po, dhe mirë se vini në këtë eksplorim të detajuar të burimeve tona të reja. Zakonisht, kur flitet për zhvillimin njerëzor, ekziston një lloj perceptimi se gjërat ndodhin me etapa shumë të dukshme, apo jo? Po, etapa vizuale. Pikërisht, do me thonë, fëmia mëson të ece, dhe she hapin, mëson të kapi një lodër, dhe ajo lëvizje motorike është aty e dukshme. Por sot, do të zhytemi në një peizazh që është krejtësisht i padukshëm për syrin e lirë. Një peizazh i fshet neurologjik le ta quajmë, dhe për të hyrë aty kërkohet një tjetër lloj të kuptuari. Në analizat tona të mëparshme kemi folur për kontaktin trupor, prekjen, zhvillimin e dëgjimit në bark, madje edhe gjumin, ajo tema kaq e komplikuar. Tamam gjumin, por arkitektura e vërtetë e mendjes njohëse kërkon një stimulim tjetër. Mjetin më të kompleks, por ndoshta më të nënvlerësuarin në natyrë. Kështu që sot, fokusi ynë bie pikërisht te ky mjet, zëri njerëzor. Nuk po flasim për teknologji të shtrenjtë, bëhet fjalë thjesht për aktin e të folurit me një bebe gjatë 6 muajve të parë. Edhe kur, si të them, foshnja thjesht qëndron duke parë hapësirën pa reagim. Që ndodh shpesh, në fakt. Shumë shpesh. Dhe misioni ynë është të kuptojmë pse ndodh kjo fizikisht në tru, dhe si mund ta bëjmë në përditshmëri pa u stresuar. Por dua ta nis me atë pyetjen e madhe nga burimet tona. Si mund të mësosh një gjë kur ende nuk e ke iden se çfarë do të thotë? Shiko, ky është paradoksi më magjepsës i trurit. Nuk po flasim për të mësuar në atë kuptimin klasik akademik ku lexon një fjalë dhe e mban mend. Jo me fjalor përpara. Po, jo me fjalor. Në 6 muajt e parë jemi duke parë ndërtimin fizik të trurit. Valet e zërit godasin dallën e veshit dhe kthehen direkt në sinjale elektrike. Wow! Këto sinjale shkojnë me shpejtësi drejt lëvoreve dëgjimore në tru. Çdo impuls elektrik i detyron neuronet të zgjaten dhe të lidhen bashk. Si një rrjet. Fiks. Formojnë rrugë të reja dhe po flasim për milione lidhje të reja çdo sekond. Është një shpejtësi që nuk do të përsëritet më kurrë në jetë. Për ta bërë pak më vizuale këtë, sepse mua më pëlqen shumë kjo analogjia, imagjinoni një pyll të errët e të dendur pas një rrugë. Kur dikush i flet bebes, çdo fjalë si një makineri që shtron 1 milimetër asfalt. Është një shembull perfekt, i saktë. Dhe një fjalë vetme nuk bën shumë, por mira fjalë çdo ditë bëjnë rrugë të vogla, pastaj bulevarde e pastaj autostrada të tëra. Por këtu lind ajo dilema ime. Cila? Nëse bebja nuk e kupton që kjo është lule apo ky është ujik, a ka vërtet rëndësi se çfarë po themi, apo rëndësi ka thjesht zëri? Është interesant ky dallim. Mekanizmi bazohet te një lloj analize statistikore që truri bën pa vetdije. Kuptimi semantik ka zero rëndësi në këtë fazë. Zero? Vërtet? Zero. Foshnja nuk mendon për konceptin lule. Truri është thjesht i uritur për të dhëna. Dëgjon ritmin e gjuhës, llogarit sa herë përsëritet tingulli A, si lidhen bashkëtingëlloret, është një harxhim fonetik. Pra, e procesojnë si një arkitekturë akustike, jo si tekst. Tamam. Këto dëgjime provokojnë trupin të nisë atë mbrojtjen rreth nervave, mielinimin, që i bën autostradat të punojnë më shpejt. Muzikaliteti dhe ritmi janë arkitektët, jo për kufizimet. E pabesueshme, dhe kjo përgatit edhe muskujt pastaj, apo jo? Po, dërgon sinjalet e kordat zanore të gjuha e buzët që të fillojnë të stërviten për të prodhuar tinguj më vonë. Një zinxhir mes veshit, trurit dhe muskujve. E qartë, por nëse e marrim këtë si fakt shkencor që truri do këtë volum të madh fjalësh, këtu godasim një mur të madh praktik. Paradoksin e bisedës së njëanshme. Po, sfida e madhe e të rriturve. Fiks. Të rriturit mbajnë gjithë peshën e bisedës. Si mundesh të vazhdosh të flasësh pa u ndier totalisht i shtëruar, kur përballë ke dikë që nuk flet? Ndihet, domethënë, si të flasësh me një mur. Një mur shumë i lezetshëm. Një mur super i lezetshëm me sy të mëdhenj që të shikon,
ndoshta lëviz pak krahët, por nuk të kthen përgjigje. Është shumë e lehtë të heq dorë dhe të thuash po flas kot. Si ndryshohet ky mentalitet? Arsyeja pse ndihet kaq e panatyrshme lidhet me mënyrën si jemi kushtzuar ne të rriturit. Për ne, komunikimi është si lojë tenisi. Hedh topin, pret topin. Pikërisht. Hedh topin me një fjali, pret që tjetri ta godas mbrapsht. Është e dyanshme. Kur nuk vjen topi mbrapsht, truri ynë frustrohet. Sepse mbaron energjia e bisedës. Tamam. Ndaj, duhet një rikonceptim total i qëllimit të bisedës. Me një foshnjë 6 muajshe, nuk luaj më tenis. Modeli është si ujitja e një bime. Kjo është e bukur. Kur ujit një farë, nuk pret që të nxjerr lule atë sekond, as të thot faleminderit. Qëllimi është thjesht ushqerja. Nëse e kupton këtë, rrjedha e fjalëve bëhet shumë e natyrshme. Ujitje neurologjike, po e quaj unë, është vërtet këndvështrim çlirues, sepse nëse nuk pret përgjigje, nuk ndihesh qesharak. Por le të ulemi pak me këmbën tokë tani. Cila është metodologjia e duhur? Si realizohet konkretisht? Kërkohen disa ndryshime të vogla teknike. Rregulli i parë, ngadalësimi i ritmit dhe qartësia në shqiptim, fjali të shkurtra. Jo ligjërata gjata filozofike pra. Jo, absolutisht jo. Përsëritja është kritike, por mekanizmi më efikas është ai toni theksuar emocional. Ato ngritjet dhe uljet e zërit që të trajtën në publik tingëllojnë pak të egzageruara. Po ai intonacioni si i kënduar, instinktivisht të gjithë e bëjmë, ndonjëherë ndihemi si karikatura. Por a është e vërtetë që e gjithë kjo ngjan me punën e një komentatori sportiv? E kam parë këtë krahasim në burimet tona. Është ndoshta analogjia më e gjetur. Sepse nuk ke pse reciton poezi, thjesht je një komentator entuziast i gjërave banale. Domethënë, ja ku hap rubineti, uji është i ngrohtë, tani po marrim peshqirin blu, thjesht raportim direkt. Fiks. Komentatori nuk flet ide abstrakte, ai përshkruan aksionin dhe mban vëmendjen. Arsyeja biologjike pse ky ton që shpesh quhet gjua e drejtuar foshnjave ose parenteze funksionon, është sepse krijon maja dhe luginza akustike. Tërheq vëmendjen. Tërheq vëmendjen e lëvores dëgjimore menjëherë, edhe në mjedise të zhurmshme. Foshnja thith mënyrën e ndërveprimit, jo veç fjalën. Ai toni melodik transmeton siguri. Çliron hormone e sakt. Po, lëshon hormone qetësuese. I thot trurit që këtu jemi të sigurt, mund të mësojmë. Dhe nëse i shton rima, ato veprojnë si ngjitës. Ngjitës për kujtesën. Tamam. Rima krijon një fond gjeometrike informacioni. Është e parashikueshme dhe memorizohet shumë më lehtë se sa një bisedë të shregut. Do me thënë, po i shtojmë ngjyra dhe drita atyre autostradave të trurit, por shiko, asgjë nuk mbetet statike. Pas disa muajsh ndërtimi, foshnja fillon të bëj vetë zëra, ato gurgullimet e para. Faza tjetër kritike. Si ndryshon gjëja këtu, dhe cilat janë gabimet më të kushtueshme që mund të bëhen pa dashje? Aty ndodh një ndryshim epokal. Kur fëmia bën tingullin e parë, i rrituri duhet të ndaloj menjëherë. Nuk jemi më te monologu i komentatorit. Pra i lëm radhën. Pikërisht. Dëgjon, bën jehon, do me thënë imiton ato që bëri fëmia dhe lë hapësirë. Ky është guri i parë për dialogun shoqëror, të mësosh konceptin e radhës. Dhe gabimet? Mungesa e komunikimit është më e rënda natyrisht, por edhe të folurit pa pushim, pa e lënë beben të reagoj, është gabim. Ndërsa, kërcënimi më i përhapur sot, dorimi i ekraneve dhe zhurmës së sfondit. Prit, të ndalemi pak tu se ky është një debat shumë i fortë. Nëse ne sapo tham që trurit i duen vetëm të dhëna zanore miliona fjalë për autostrada, dikush mund thot. Shiko, un po ndez televizorin me volum të lartë gjithë ditën, ose po i vë një audiolibër. Fjalët aty të qarta janë. Janë shumë të qarta, por pse llogariten si të dëmshme ose totalisht pavlefshme? Nuk janë fjalë. Janë fjalë, por ndërtimi atyre rrugëve nuk është vetëm çështje zëri që godet veshin. Mekanizmi quhet portëzimi social ose social gating. Çfarë është kjo? Truri ka një sistem bllakimi. Valet nga një ekran, truri i foshnjës i klasifikon si zhurmë bosha. Kanë zero vlerë ushqyese. Wow, pra i injoron plotësisht? I injoron. Që qendrat e gjuhës të hapen, kërkohet një çelës neurokimik, dhe ky çelës aktivizohet vetëm nga ndërveprimi njerëzor, social. Do me thonë kërkon syt, fytyrën? Kërkon kontaktin me sy, mimikën, sinkronizimin, ku shikon fëmijën dhe i buzëqesh, lëshohet oksidocina. Kjo, fjalë për fjalë, zhbllokon qendrat e dëgjimit. Një ekran. Një ekran nuk e bën dot këtë.
Nuk i përgjigjet dot një buzëqeshjeje. Tamam. Ekrani flet për mbi fëmijën, pavarësisht çfarë po bën fëmia. Kjo mungesë pranie bën që të dhënat të mos hyjnë fare në sistem. E jashtëzakonshme. Truri ka një filtr inteligjent që thot nuk e pranoj gjuhën nëse nuk ka emocion njerëzor, një urë mes emocioni dhe audios. Fiks. Nëse mungon njëra, tjetra nuk vlen. Kjo shpjegon plotësisht pse ekranet nuk funksionojnë. Por kjo sjell një stres të ri tani. Pse? Shiko, të dëgjosh këto rregulla, të jesh prezent, të mos përdorësh ekranet, të presësh radhën, të jesh komentator i jetës gjithë ditën, tingëllon si një barë e stërmadhe. Kuptoj çfarë thua, sidomos me pagjumsinë e atyre muaja. Tamam. Prindrit janë tashmë të lodhur, të raskapitur, duket si një punë tjetër me kohë të plotë. Si gjendet koha për këtë stimulim pa djegur çdo rezervë energjie të mundshme? Sekreti këtu është diçka që burimet e theksojnë fort. Integrimi radikal. Nuk duhet absolutisht asnjë orë gjuhë shtesë, asnjë 30 minutësh në ditarin tënd. Jo leksione në orën 8 pasdite. Asnjëherë. Çelësi është të theksohet bashkimi i komunikimit me mbijetesën e përditshme. Për shembull, ndërrimi i pelenës ndodh ndoshta 10 herë në ditë. Të paktën 10. Aty ke 10 shanse për bisedat shkurtra. Koha e ushqyerjes, palosja rrobave pranë krevatit. Thjesht jepi një zë veprimeve që po bën nga ganaq. Kjo zhvesh nga presionin, e bën organike. Kjo jep shumë kuptim. Pra nuk ke pse e ndalon jetën tënde për t'i folur fëmijës, thjesht e fton atë në ngjarjet e tua banale me anë të zërit. Kjo e uri tensionin pafund. Po, dhe për ta ulur edhe më shumë këtë presion, një element fantastik është shumëllojshmëria e zërave. Nuk ka pse e mban të gjithë peshën një person i vetëm. Edhe babai, gjyshrit? Sigurisht, zëri i njërit prind ka tjetër frekuencë, tjetër thellësi, tjetri ka muzikalitet të ndryshëm. Çdo i afërm sjell fjalorin dhe ritmin e vet. Më pëlqen të mendoj për këtë si për një orkestër. E bukur. Do me thënë, fëmia nuk po dëgjon vetëm një violinë gjithë ditën, po futen instrumente të reja, një piano, një violonçel. Kjo e pasuron bibliotekën e atij trurit të vogël, apo jo? Në mënyrë eksponenciale, po. Kështu që nëse do ta përmbledhnim thelbin e gjithë kësaj që folëm, shohim një tablo super të qartë. Çdo fjalë tërheq kablo dhe ndërton autostrada. Ai toni lart, ai parenteze, është një reze lazer që kap vëmendjen. Sakt. Dhe kontakti sy me sy është i vetmi çelës për atë drythin kimik. Pikërisht, zori njerëzor mbetet instrumenti më i fuqishëm biologjik. Dhe vetëm për t'i dhënë një kontekst më të gjerë kësaj, kjo infrastrukturë verbale është shtrati ku do mbien aftësitë e tjera më vonë. Kur të vi koha për lojra stimuluese ose eksplorim fizik, fëmia nuk ka frikë. Sepse zori i ka dhënë siguri. Tamam, mjedisi tingëllor i ka konfirmuar tashmë që ky është një vend i mbrojtur. Është një sistem kaq briljant. Tani, për ta mbyllur këtë eksplorim, dua të lej një mendim paksa provokues për ata që po na dëgjojnë. Të dëgjojmë? Nëse zori dhe toni ynë në 6 muajt e parë ndërton fizikisht rrugët nervore të bebes, a është e mundur që ai i ashtu quajtur i zë i brendshëm që do të kenë kur të rriten? Interesante. Do me thënë, mënyra se si i flasin vetes kur dështojnë apo kanë vështirësi, ti jetë thjesht një ehone atij zorit të dashur e të duruar që dëgjojnë sot gjatë një ndrimi pelene? Wow! Ky zhvillim i zërit të brendshëm si regjistrimi i atyre bisedave është thellësisht domethënës për arkitekturën tonë emocionale. Një reflektim i fuqishëm për ta mbajtur në mendje kur ndjeni lodhjen e atyre ditëve. Le të jetë ky një rikujtim i mrekullisë së komunikimit dhe investimit të përditshëm. Shpresojmë që ky udhëtim të jetë po kaq organik edhe për ju. Shihemi në eksplorimet